Alarmi i makinave të emergjencës që hynë dhe dalin në shtëpinë e shëndetit në Gostivar është shpeshtuar dukshëm dhe kjo si pasojë e rritjes së numrit të pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore, si pasojë e temperaturave të larta që kanë kapluar edhe vendin tonë. Numri 194 tek ndihma e shpejtë e qytetit të Gostivarit e kontaktojnë deri më 30 pacient në ditë, që është një rritje e frikshme krahasuar me ditët e zakonshme, kur ky numër arrin maksimum deri në 5 raste. Kështu bën të ditur drejtori i shtëpisë së shëndetit në Gostivar, Vullnet Olomani, duke prezantuar statistikat e shërbimit të ndihmës së shpejtë. Ai thekson se kjo është një sfidë për Mantel Bardhët, të cilët këto ditë po japin gjithçka nga vetja për të përballur me fluksin e madh të pacientëve që po e pësojnë kryesisht nga moti me temperatura të larta. Në ditët normale, ne gjatë 24 orëve kemi maksimalisht 4-5 pacientë që kërkojnë ndihmë mjekësore në terren. Kurse tani në këtë valë të nxehtësisë, ne kemi diku brenda 24 orëve nga 20 deri në 30 thirrje në ditë, që u japim shërbim qytetarëve të cilët kërkojnë për arsye të kësaj vale të nxehtësisë. Edhe ne jemi në shërbim që sa më efikas për qytetarët, sepse sa më shpejt që të reagohet, aq mund të parandalojmë pasoja serioze dhe të shpëtojmë jetë njerëzish. Ai shfrytëzon nga rasti për t'i përsëritur rekomandimet e institucioneve shëndetësore për t'u mbrojtur nga vala e të nxehtit, duke shmangur ekspozimin në diell për kohë të gjata, rritjen e konsumit të lëngjeve dhe shmangjen e ushqimeve të rënda, ndërkaq të sëmurët kronik, marrje e rregullt e terapisë. Respektoni rekomandimet që të mbroni veten, porosit Olomani. Qytetarët të cilët janë më të rrezikuar nga kjo valë e nxehtësisë janë grup moshat më të vjetra, gratë shtatzane, fëmijët. Ata duhet të bëjnë më tepër kujdes për këtë periudhë kohore që vala e nxehtësisë është shumë e lartë. Sipas rekomandimeve të institucioneve përkatëse që kanë të bëjnë me mbrojtjen shëndetësore të qytetarëve, këta u bëjmë apel që të kenë kujdes me ushqimet, të kenë kujdes të daljeve në për qytet në kohën ku vala e nxehtësisë është shumë e lartë, sidomos nga ora 11 deri ora 17, të bëjnë tepër kujdes në këtë periudhë kohore, sepse edhe ne si institucion shëndetësor me kapacitetet tona të mund të dalim në krah të gjithë qytetarëve. Gjithashtu, edhe shërbimi kujdestar që është këtu, kemi një rritje të konsiderueshme të pacientëve nga 30 deri në 50% të qytetarëve. Ju lutem që sipas rekomandimeve qytetarët t'i respektojnë që të mbrojnë edhe veten. Qytetarët më të rrezikuar, të cilët duhet të bëjnë më shumë kujdes, janë grup moshat e vjetra, gratë shtatzëna dhe fëmijët. Sipas mjekëve, rreziku nga komplikimet shëndetësore është më i madh te ata që punojnë ose qëndrojnë në vende të hapura gjatë kohës më të nxehtë të ditës, po ashtu tek personat mbi 60 vjet, fëmijët, gratë shtatzëna dhe të sëmurët kronik, por kujdes duhet të bëjnë të gjithë pa përjashtim, porosisin mjekët.